Okej, e bura përgjigjen. Nuk ja jap atë ngaciune personalisht, unë jam pjesë e debatit në brendshëm nëse grupi parlamentar dhe kryesia e LDK-s. Mas një debati që ne kem pjesë të mendësisë, të punës tonë, praktikës tonë, vendosim për opcione tilla, të fundit. Atëherë është çështje e shumicës. Personalisht unë e kam bërë publike, e them edhe këtu, e them çdo ditë. Nuk ka bre Kosova komoditet politik, as ka buxhet. Nëpse 26 milion euro ja vjep ka 100 euro në mënyrë lineare trive të Kosovës, studentëve, mirë që i morin ata, po janë qaq inteligent që e kuptojnë që nuk guxojnë me shit votën. Që ti merja parët, se parët janë të popullit, po voto për këtë donë, voto për çdo që beson. Edhe për ndihma tjera, çka ti jep merja? Merja, se po parët janë të popullit, Popullit janë, nuk janë. Dilën kutit i vendos vetë atë punë. Unë janë nuk janë favore këto. Çka është me çka? Po që kjo problemi në Kosovë, sepse këtë kështu, nuk ka procese politike që agendën e Republikës e mon naltë. Për agendën e Republikës, jam i gatshëm me dhonë gjithë shka, me bo gjithë shka, me bo kompromise, me bo bashkëpunim, me dhonë votë. Se fundja edhe me të çmim elektoral unë e jam votën, se kom problem. Kër e di që agenda atë dheu tempo e të përbara, Republikës tempo që kam përbara. Po kër e shef që po bëhet garë, kush me bëhet maket që këtë vend, s'marë pjesë në garën e pështymes. Që kjo tash është, qysh me thonë? Edhe zgjedhjet janë një lloj gare e pështymes, me thonë drejtë. Po, edhe mundën me pas zgjedhjet të 4-ta për mrena një viti. Zgjedhjet e përgjithshme janë kry, 8 muaj s'ka dalë asgjë prej tyne, zgjedhjet lokale janë nesër, është runda e parë. Edhe mandej është rundi dytë ku shkojnë shumica. A shkojnë shumica komunave? Ballotash, po? Nëse e morë me 38, në total... Po, i heq një 8-9... 10 do të mi largu. Me thonë drejtën 8, ki drejtë, sepse për 10 veç janë të komuniteteve, 11 në fakt. Sepse edhe... Pak ma ngusht është Graçanica edhe... Mamusha është në regullë, besoj, po Graçanica, Klokoti edhe Novo Vërda janë në garë në aleancën e shqiptarëve në Graçanica. Një kandidat, një djali mirë, me tonë drejtën. Shala i ka në babës vetë, bati i mirë si baba vetë. Besoj shumë ka më shteti, sepse i ka kitë partit edhe LDK ka kandidat. Ka në edhe partit tjera. Në Novo Vërd, mas skandaleve, 2 skandaleve që kanë pëllësit, ka mundësi në që reagimi shqiptarëve atje, letë mundet me bo fitus kandidatin shqiptar. Klokot kandidati është i pamvarën, po ashtu a i kam rrimi mor shtetin e krejtve post vëvës, që ditërish Klokot. Kanë dhënë votën. Po partit tjera në Klokot, ja japin kandidatit shqiptar edhe e kam një arbër. Pjesa tjetër komunave me shumicë shqiptare, që është duket? Në geografi në shtrirje, aty ku kandidon LDK VV, ne po besojmë shumë që pjesën më të madhe LDK e del mirë. Të përshjana Moravën, në Gjilan, në Prishtin me gjitha komunat që përfshin mes Prishtinës e Podojevës, këtë komunat LDK edhe ashtu prinë, mundet me dalë pa ballotash komunat, shumica komunave që dhejtët për LDK-s janë në perceptim publik janë të partë, lartë të partë. Duka gjymë peja, po ashtu po dhejtë dhe po ponohet shumë deçan me jetonin kësajere me bogarën për një me. Jo për shkak që ata e nda, është disperzu si shida. Dje ka mundësi me bo reale. Në Ferizaj, në Mitrovic, kandidatët tonë janë të përreformusi. Dhe mos Visari në pjesën e Ferizajt edhe Gëzimin në pjesën e Mitrovicës, në një garë tash për mes PDK-s edhe VV-s, performanca e përmison në rastin e Mitrovicës. Kjo që sa do që liromi në rundin e parë, shumë ma letë mandej është për hapën e dytë. Sot për shembull në Gjilan, kryeministri